Ne kemi grup parlamentar këtë mëngjes, natyrisht jemi ftu për të marrë pjesë në seancën konstituive. Shpresoj shumë që të ketë ndrru çështja dhe përkundër zhvillimeve dje dhe thirrjeve tona që të respektohet kushtetuta dhe të konstituohet kuvendi, u pa që partia e parë e neglizhoi, e mbylli për ditën e djeshme. Sot po presmi që zhvillimet politike të çojnë drejt normalizimit të kuvendit Republikës, në mënyrë që të jepet shansë dhe mundësi zbatimit zgjedhjeve edhe në rastin e qeverisë, edhe në rastin e presidentit, çfarëdo agjendet që ndërtojnë partitë politike sot. Zoti Aziri, dini, a janë procesuar nënshkrimet, pasi që Albin Agjiu tha që ato nuk janë procesuar, thjesht nuk kanë shku ka shku vetëm si një kërkesë për seancën e mbrëmshme. S'ka të bëjë me LDK-n, as me mua çështja e nënshkrimeve, s'po kuptoj për çka dhe çfarë nënshkrime po flitni ju këtë mëngjes. Iniciativën që kanë marrë dia KJ-ja. Pyetni ata që kanë shkaktuar procese të tilla, nuk ka të bëjë me LDK-n. Faleminderit shumë.